Më 9 prill të vitit 1985, regjimi komunist pushkatoi Gasper Çurçin, muzikantin e njohur të festivaleve të këngës në televizionin shqiptar, dhe inxhinierin Shkëlzen Doçi, të dy të akuzuar, gjykuar dhe dënuar për falsifikimin e biletave të trenit, një vepër penale e rrallë për kohën. Falsifikimi i biletave të trenit ishte pikasur më 12 dhjetor 1984 nga disa Fatorino treni, të cilët kishin vënë re ndryshime në disa bileta të veçanta. Mëtej, hetimi i policisë kishte saktësuar se të gjitha biletat e dyshimta kishin dalë nga sporteli një biletashitseje të vetme, i dyti në radhë në biletarinë e stacionit të trenit të Tiranës. Punonjësja quhej Bukurie Gjeçi, ishte rreth të 40-tave, e martuar me 2 fëmijë të mitur dhe pa ndonjë problem të reklamuar në mbarvajtje në punë. Pas marrjes në pyetje nga policia e Tiranës, biletashitja nuk ishte mbajtur asnjë sekret. Po atë natë, më 12 dhjetor 1984, rreth orës 20:30, policia kishte trokitur në derën e apartamentit të muzikantit Gasper Çurçia në rrugën Ferit Xhajko. Gjatë kontrollit të banesës, në pianon e muzikantit policët kishin gjetur stampën me anë të së cilës falsifikoheshin biletat e trenit. Mëtej, në banesë ishin gjetur edhe një numër biletash të falsifikuara, si dhe një shumë të hollash prej rreth 15.000 lekësh. Po atë natë, hetuesit mësuan nga biletashitja e ndaluar edhe për ekzistencën e një tjetër personi, nga i cili ajo merrte bileta të falsifikuara. Personi i dytë ishte inxhinieri i postës qendrore të Tiranës, Shkëlzen Doçi. Në shtëpinë e tij, saktësisht nën krevatin ku flinte i vëllai, policia gjeti një valixhe metalike me të holla të përfituara nga shitja e biletave false të trenit. Të dy personat që kishin si pikë të përbashkët shitsen e tyre, Bukurie Gjeçi, kishin elaboruar metoda të ndryshme të prodhimit të paligjshëm të biletave të trenit. Muzikanti Gasper Çurçia kishte mundur të sajonte në ambientet e shtëpisë së vet një pajisje artizanale stampimi që punonte me filma dhe që realizonte bileta treni false të një cilësie të lartë. Saktësia e tyre duke i qartë të ngjyra e arrirë e biletës, që pothuaj nuk dallonte nga originalet, por që çalonte në elementet e tjerë, sidomos të shkronjat e numrat. Ndërsa Shkëlzen Doçi i kishte falsifikuar biletat me ndihmën e një makine fotokopjuese që kishte në zyrën e tij në postën e Tiranës. Cilësia e biletave ishte më e dobët, por projeksioni i gërmave dhe numrave ishin më të qarta. Sipas një hetuesi të çështjes, shuma e përfituar nga biletat false të shitura, kryesisht gjatë vitit 1984, nga Bukurie Gjeçi, bashkë me shumën e atyre biletave false që ende nuk ishin shitur, shkonte diku te 475.000 lekë të rinj. Sipas hetimit, nga shitja e biletave të falsifikuara, biletashitja Bukurie Gjeçi kishte fituar gjithsej 215.000 lekë, Shkëlzen Doçi 116.000 lekë dhe Gasper Çurçia 40.000 lekë. Ndërsa bashkëpunëtorët e tjerë shuma më të vogla. Shuma totale prej 475.000 lekësh plotësoi me shumën 81.000 lekë të biletave të pashitura. Të arrestuarit si dhe bashkëpunëtorët e tyre dolën në gjyq në mars të vitit 1985. Ishte një periudhë kohore ku Shqipëria komuniste gjendej në ditë të pikës, kur kishte nisur racionimi i ushqimeve dhe përdorimi i tallonëve, një situatë që solli përpasoi vendime ekstreme për të gjithë ata që tentonin të vinin dorë mbi pasurinë e popullit apo pasurinë e përbashkët, siç emërtoi në ato kohra. Përpasoi dënimet për vjedhje të rëndomta nisën të shkonin deri në pushkatime. Gjykata akordon 3 dënime me vdekje për dosjen e falsifikimit të biletave të trenit, por se presidiumi i Kuvendit Popullor, që kishte atributin e faljes së jetës, vë dorën në zemër vetëm për një të dënuar, ndërkohë që nuk ndryshon asgjë për fatin e Gasper Çurçis dhe Shkëlzen Doçit. Muzikanti Gasper Çurçia dhe inxhinieri Shkëlzen Doçi u pushkatuan natën e datës 9 prill 1985, vetëm 24 orë para se ish diktatori Enver Hoxha të jepte shpirt zyrtarisht. Sipas proces verbalit të mbajtur, fjala e fundit e inxhinierit Shkëlzen Doçi para se të pushkatohej ishte "Troj partia dhe shoku Enver Hoxha. Prindrit, ai kam gjallë, për nënën lirie po më thahet shpirti që se kam parë, po iki për një femër." Ndërsa muzikanti Gasper Çurçia, sipas dokumentit të mbajtur nga prokurori i çështjes, ka thënë: "Të keni mëshirë për fëmijët e mi, po më pushkatoni për 20.000 lekë.